situatës që është. Emri im nuk është pastruar. Nëse këto duan të mbyllin, se si kanë punët me njëri tjetrin, se çfarë lidhje kanë me njëri tjetrin, se çfarë marrëveshjesh kanë bërë, se ku ulet situata, se ku ngrihet, se çfarë ndodh me kë, unë nuk e di se kush po mbron dhe kë po mbron. Unë nuk e di sepse nuk kam dieni dhe nuk më intereson absolutisht fare. Intriga bëfshit tër jetën, siç do kokra i shefit ju, sa të gjeni budallën jepini gaz, me ndimin im. Ama jo në kurizin tim, se në kurizin tim nuk ka birë nëne që t'i bëj. Duke etiketuar morali im, emri im nuk ka birë nëne që t'i bëj. Sepse unë nuk e le. Nuk e le, absolutisht nuk e le. Nuk e le, derisa të kërkoj të fali publike për emrin tim. Ose të nxjerr me dokumenta që kjo ka lidhje këtu. Jam dakord, mo? Jam dakord. A kam lidhje unë? A kam lidhje? Xhirni telefonatat, xhirni komunikimet, xhirni takimet, ku dëgjon çfarë lloj gjëje që mund të keni ju. Sepse kontaktet keni pas që gjithë. Komunikimet private keni pasur, për takuar, takuar, në mos jeni takuar keni folur. Kështu që një farë informacioni e keni, një gjë në dorë do ta keni. Nxirreni. A jam unë aty pjesë? Nxirreni, ose në të kundërt më kërkoni falje publike. Sepse e dini shumë mirë, ju që jeni marrë rrethi juaj, e dini shumë mirë që unë nuk kam asnjë lidhje. Dhe e jap garant me jetë që ju e dini shumë mirë. Po e përdorni për strategjitë tuaja. Unë nuk jam loje strategjive tuaja. Harrojeni. Harrojeni. Se jam edhe unë njeri, edhe jam femër dhe kam luftën më të fortë se sa ju. Për këto gjëra që bëni ju. Qofse ju se keni problem, se i kaloni gjërat që është problemi juaj. Për mua është problem. O, Lulzima. E disa na keni nxjerrë tutore prostituta ju, po çuditërisht gjithë giftera lojtarë njihen me njëri tjetër, po s'na ka dalë ndonjëri që ka komunikim me na. Çuditërisht. Çuditërisht. Se si punokan këto eskortat, çuditërisht ta e marrin vesh. Edhe përveç të tjerave që në Dubai me bë eskort, edhe këto gjëra siç bëjnë individuale njerëzit, unë nuk dëgjoj valla, ka çdo njeri trupin e vet, jetën e vet, të bëjnë çfarë duan. Ama në Dubai janë rregulla super strikte, përfundon mren, or shok. Me një cigare a shashe të rrasi mren, me blej shishe alkool të duhet dokumenti. Ore, dini rregullat e Dubait apo si dini ju? Që jetoni kështu i erm komplet. A i dini rregullat apo si dini? Këtë kisha unë. Nga goja ime kjo muhabet nuk ka përndaluar as një sekond derisa të zbulot ku ka lidhje emri im ose të më kërkohet falje publikisht siç më janë bërë akuzat publikisht. Për kaq, për lekët bëni çfarë doni, s'më intereson. Për lekët i interesoj këtyre që i kanë dhënë. S'dua ta di fare. Na i trego ti ishi din. Për çfarë? Për rregullat. Pa për Dubain di gjithë bota rregullat që ka o bisha. Për Dubain e di gjithë bota si çfarë rregullash ka, nuk mund të bësh për këtu ti o shok. Nuk mund të bësh për. Po prapë po tregoj me kujdesshme se nuk dua që të filloj të bëj pisliqe edhe të ndjek njerëz nga mbrapa edhe me gjëra sepse kam shumë thjeshta situata don. Me vazhdu. Po s'du me u marr, du me i zbërthy vetë situata si janë edhe të kërkojnë falje publike. Po flas për Belën. Edhe unë flas për Belën. Nëse flas në emër tim. Në emër tim. S'kam për të lejuar as kërkën, do shok, me më shkel mu emrin ashtu si s'dun këta, për interesat e këtyre, po pse qa jam unë? Po qa duke mu tëre lodër, apo hajde duro kjo se mban, kjo ha njerë, 2 herë, 3 herë, pa pritër vlase njerë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, pa e keni bërë bajatër shok. Del njëri hajtër budalla hapi kraun, del njëri tjetër shi goditur hapi kraun, del kjo hapi kraun, po pse qa mund ta bel qitje se dun këta, po kujti plas trapi qa bëjnë o shok. Po pse qa mund të kalojmë këta hallet e tyre tu bë lecke mërim, po jo mërë vla. Me që se që kemi ka që skortane, po ku janë këta mërë shokët e tyre, giftera e qajnë këta me leke pa leke, si ka mundësi që njëri se ka pas në njërë komunikimin? Se komunikimet i ka një me tjetërin ta, se rinë më shumë se njërë për telefona. Si ka mundësi? Po si ka mundësi pra, si ka dalë emrime ndër një vend, se si ka dalë vlla, se të kështë dalë kështë nxjerr. Për zotin e kështë nxjerr, këta me zi presin nxjerrin syt o shok. I kështë nxjerr. Kush është ky që pas ka pas komunikim? Kush janë këta që e di kanë që nga me skort? Kush që nga këta që na pas kanë dhe lekneve? Kush për kush janë? Nxirini. Nxirini pra. Sepse shikoja aty 1, shikoja 2, 3, mblidheshin 3-4 veta aty në live dhe hajde fole bjeri kësaj t'i bijem. Kush? Po jo më vlasë s'është ashtu tani? Po jo pra se nuk bëhet ashtu? Se që në moment që të etiketosh diko tjetër duhet ta kthesh nga vetja. Kthehet djerë nga vetja. Prit një sekondë vlla, e dim se çajmi tu i shkaktu kësaj tjetrës apo jo? E qa borgjë që kam unë, mirë këta zien, grien, ka në audiencën, marrë në audiencën, marrë lekës, marrë lekë, unë që lidhe kam aty. Nuk do të hy fare, a bëjnë as bëjnë, se s'duat ati fare.
Po unë qa lidhje kam aty? Emra ato se kam përmen asjerë në live, ma kanë përmen. Unë nuk kam përmen asjerë emra në live. Asjerë. Asnjerë. Njerë të vetëm të më nxjerrin një screen që unë kam folur. Që kam përmen emra, që kam folur për GoFundMe, kam folur pa fund, unë do flas prap. Po emër, më thoni njerë vetëm njerë që unë kam përmen emër. Njerë, një screen e duhet ta shoh. S'ka shans. No, Raffaele, non mi ha fatto nessuno arrabbiare. È una questione che lo sto parlando, è troppo difficile, fa schifo. E lo voglio parlare perché si deve, finché si risolve. Parlo sempre per il mio nome, per le altre cose non mi frega un cazzo. Nuk më intereson për gjërat e tjera, më intereson lidhje me emrin tim. Kaq. Do ma etiketoni emrin çdo lloj gjëje që do ndodhi, është shok, po jo më vlla, se kemi njerëz, kemi familje. Ja femër të etiketojmë unë se duan këta, tani jo me vërtet jam e fortë të shok. Po tani jo me fut mu në valle burra, tani si më bëm, po jo më vlla, po jo më se kam për borxh asnjërit. Asnjërit. Ai kanë bërë gjë ndonjërit? Jo. Atëre? Po jo më jo, se s'ka gojë thoj ndonjëri gjë, po nuk ka shans, më nuk ka gojë, se si kanë bërë gjë njeriu. Ka folur, kam dhënë mendimin tim, si çdo njeri. Pa prekur, pa ofenduar, pa goditur asnjëri. Shumë e thjesht. Apo që jap me garanci të madhe me super zës, do thosh ja avokate ti. Avokate jam unë diplomuar për atë punë. E kam unë. Se kështu regjistrohesh tu vlla për punë. Për gjithë ju që merrni vesh. Nëse do të punosh për administrata në poste të ngritura të duhen dokumenta të shoksh, ndryshe nuk e merr postin. Se ke shansin. Po prap nuk po bëj avokate nuk këtu. Ta asnjërit. Ama për Samin i vë duart në zjarr dhe i jap shumë me garant të plot që s'ka lidhje fare jo me vjedhje, po jo se je bela, po këtë jepni gjithë ju, vetëm se s'doni ta pranoni është problem tjetër, që nuk doni ta pranoni se qa janë për Sami 450 euro, 450.000 euro. Pa seriozisht e keni? A seriozisht e keni? Do të është po ku e di ti, se po unë punoj në ato institucione dhe di shumë mirë se qa tender është janë, edhe qa shumë ashmarament se janë, edhe këtu çdo gjë kalon në një sistem, më shok. Sami për 3 muaj për adresa me nivel 5 vjet, për 3 muaj, ka 2 vjet që skandaluar, ka 2 vjet që skandaluar, edhe nuk ka ndaluar me bamirësit e mendimat që bën. Për çaj bën për show? Po këtu një GoFund të bën mblot gjithë populli, e bën gjigante, e bën sikur wow çfarë po ndodh fundi botës. Ai ka 2 vjet që po e bën aty. Si pas ka nevojë ai me vjet 450.000 euro? Po vesh me 100 budall me pra nuk e gjë, me as me konceptu. Duhet ignorancë shumë e madhe me kalun për men me konceptu. Një njeri që po bën shtëpia për njerëzit, një njeri që po ndihmon familje, një njeri që po ndihmon të sëmur, është, domethënë është skandaloze, edhe ta çështë për men. Vetëm qofse s'doni ta pranoni, çështje xhelozia apo ku dëgjon puna ju nuk më intereson. Po tash është ignorancë shumë e madhe me mendu tani se ka nevojë Sami për atë lek. Po hecor vlla tash muhabeti idiote. Qa do të thuash ti tash? Ja ato që thashun, si gjove ti, kisha në i pyetës ta kthej përgjigjen, pa merak. E kam durimin me e kthej përgjigjen. I jam mësuar unë këtu me jo me e kthej përgjigjen. Kush i mori, po qa lidhje ka Sami aty, qa lidhje ka Bela, u shok? Qa lidhje ka Bela me Sami aty? Ato lek Sami ka dhënë vetëm për një fëmijë në Itali, ore, e dini shumë mirë juve. Vetëm për një tek fëmijë ka dhënë tek person, nuk ka dalë me kërku aty lek nga populli. Ja ka dhënë për një person. Po gjithto që vazhdon 2 vite apo s'keni sy të shikoni. Prandaj thashun, se kush po mbulon këtë këtu, unë nuk e di dhe nuk më kërcet fare dhe as dua ta di, hangshit koka tua e bëshit qa doni, s'dua ta di absolutisht fare. Unë dua emri im ku ka aty o vllatë më kërkojt falje, kaq për akuzat që më janë bërë. Për tjera gjëra s'm duhet. Pastaj me besu ju se intereson Samit ato lekët, i bjet jeni budallin më të mëdhenj, vëllai. 450.000 euro. Tu ndërtu shtëpia e tu shuruj njerëz pa fund. Po intereson, ai tu gjyt pa fund. Ka fut dhe ty, por unë jam si pas këtyre, jam eskorta, që i kam, jo, jam tutorja, që kam përgatitur, i kam pasur eskort këto si pas këtyre, i kam pasur eskort këto në Arabi Saudite, që as se kam iden, do më thënë, edhe i kam quar aty me 10 lekë të GoFund, të merë vesh, do më thënë, ignoranca ku ka shku? A kuptoni budallikun se ku ka shku, deri në qa pike? Me bë tutore në Dubai, të i dhe qesin det edhe humbet të rjetën se as të ndjet ka kërima se ku je.
Po në çallë, po ku e di unë çfarë halli ka në lal? Po ku e di, po duam kulën njëri tjetër, kush e di si është muhabeti, nuk vë gishte, nuk di gjë, pra aq kosa nuk di gjë, unë pa fakte nuk flas asnjëherë dhe më njihni kaq vite në TikTok. Pa fakte unë nuk kam gojë të flas, edhe prandaj nuk po merr asnjë çështje lekësh asnjë gjë. Po them, nëse nuk është e smur, kush është që del garant që nuk është e smur, të dali ta vërtetoj pse nuk e vërteton aty. Pse nuk paragon asnjë. Nëse është e smur, të dali dikush të flasë që është e smur, të dali ajo tjetra vet aty. Se mua po më bën përshtypje, si ka mundësi që etiketohet edhe shahet në një mënyrë kaq të keqe një femër që jam unë në këtë rast, edhe asnjëri nga këto nuk është duke reaguar. As ajo goca, as njerëzit që janë marrë me GoFundMe, asnjëri. Kur që të gjithë ta e di shumë mirë që unë s'kam lidhje aty. E di shumë mirë sepse janë marrë me njëri tjetrin vëlla, që në moment që ka nis. Se kush ja ka fut kujt aty, janë putë këtyre, nuk kam punën. Unë ç'a lidhje kam. Kash. Kjo është e gjitha. Si fute kur ti si bërë pjesë në ato live, ko t'i gjaun, isha tutore këtyre si pas qa këshin folu këta. Isha tutore, i kam pas eskorta, ma e telenovelin djane pash zotin e madhë, qas kam pralis. Qas kam pralis, po mira sharë tërë më tërë. Futu gjithë populli, se shtonin aty audienca se u bë tifozlik, u bë futbol aty. Tamam, u bë PSPD. Ca këtej, ca andej, vini shani këtej, shanin andej, hirtë topin njeri, hirtë tjetri, dhe më thënë kjo muhabet vazhdoj aty, edhe në fund doli Bela me Sami, që ne s'kishim lidhje fare me GoFundMe. Kur nuk u futëm me GoFundMe në fillim ne, ja nuk e la jo kurva e Dubajt, nuk e la të fute, po kjo ba mirë si ku është duke, ku e kap, si se tregoj ba mirë si këtu, e ku dion, kur dolën erojnë të popullit, na u vërsullën gjithë kundra ne, se qa lidhje kishim ne, pastaj kur mbaroi kjo që ndodhi për plasja, doli ja i ka vjedh ky, po jo i ka vjedh ky, e ka futur kjo i ka sill ato gocat, kjo ka qenë tutorja atyre, ore telenovel po them ku t'i gjan ku ka regjizor këta? Se kam ide se kush a bërë regjinë e filmit. Po kështu, ku diun, kështu gjëra kishin nxjerr. Për zotin. Edhe me lënë unë, po jo më vlla se dola meme nga gjitha anët unë. Isha meme nga gjitha anët unë. Absolutisht nuk e la. Absolutisht. Punët e tyre me njëri tjetër dhe çështja është se asnjëri nga këta nuk ka reaguar. Unë nuk jam tjerë në fillim se thash okay, dikush do dali do thoj prit një sekondë vëlla. Qa faji ka kjo shok, qa lidhje ka kjo që po i bjen? Jo që nuk e thon qa lidhje ka kjo, po i idhin benzin që tu shante emri im. Skandaloze. Qa lidhje ka kjo vëlla, vazhdojmë ne njëri me tjetrën këtu. Se ne kemi nisur, ne kemi pas kontaktet nga ka dal. Kush ka pas kontaktet, kush ka qenë duke takuar? Po si patëni, kaq budallë jeni sa dini me bëj një muhabet edhe me kuptu se qa ka ndodh? Po normal që e dini se qa ka ndodh ju. Po normal që e dini se qa ka ndodh, se qa keni bë muhabet ju kur keni folë jeni taku. Ose ti farë se surrata të kush është. Vetëm që e keni shkruar ju që tha, kush të tha nga ju që parë më, që është me pushime. Unë nuk e di vëlla, nuk, seriozisht nuk e di. Kash. Jo, unë nuk e lë. Nga unë nuk ka për të lënë derisa të kërkohet ose të dali ku unë kam lidhje, edhe të ma bëjnë denoncime dhe mu, jam dakord, qa do lëgje që të kërkohet mua, unë jam disponibul, jam e gatshme. Për qa do lëgje unë jam e gatshme. Nga e para kjo e fundit. Me pushime anë mikos nëse ka postuar. I lumë bëtha Allah. I lumë. Ato be ka pushime, hamle tjeret. Po di unë si është mua beti këtyre? Hajde me reveshti. Hajde me reveshti, Allah, kupton të si që po beta një po jo. S'merë farë me protestën ma. Mos bëni reklam proteste, këtu s'merë ma me protestën. Kam dhënë dorëheqje nga pjesa protestës. Ju kam suportu në protestë dhe keni bërë, është bërë vetëm show atje. Se cili për interesat personale, s'ka pik lidhje farë me protestë atje ma. Renato respekte, kam folë 25 ditën për protestën. Albi, nuk dua të shani pliz asnjërin nga persona që më jemi duke folur në përgjithësi, nuk dua të përmeni emra as të njërit as të tjetrit, ju lutem fare, për zotin, fare. Fare. Nuk ka lidhje, sepse kjo që bëni ju është veni gishtin tek ajo ose tek ai, unë se vë do të gishtin kja asnjëri o shok. Nuk e vë do të gishtin pra aq kosa unë kam dokumenta. Unë prandaj revoltohem, a kërkoni drejtësi u tjerët, ju më që keni dokumenta, pse nuk dënot pse s'vazhdoni më t'i bini mbrapa. Bini më mbrapa. Unë s'kam dokumenta,
edhe me qa po shoh, edhe mënyra si më është drejtuar Gishti që e di që s'kam lidhje po i ngre zërin. Si më të kemë dokumenta mos të ngre zërin, po qa thumë vëlla, unë i kisha të shuar zgukti. Ajo është intri kompleto juze tani, doli shoqja kundra shoqës, kush i hato për zotin, po s'dua ti komentoj se s'mi interesan. Ato janë budalliqe ama, prandaj thash kush ja bën skenarin, se ka marrë vesh se kush i bën këtë skenarin. Dua pjesën e emrit tim unë, ajo më intereson. Pjesa e emrit tim të pastrohet, pastaj ajo është prallë nga kaluara për zotin. U bën dy shoqe, dolën në televizion, kërkuan ndihmë shoqja për shoqen, pastaj tha po jo dëgjoj se na ndihmoi ky ne, dhe ajo na e futi aman me pas zotin e madh, aman. Unë nuk e di nëse ka besuar në një nga ju. Stan pralla vlla, po nuk më intereson mua. Kjo pjesë prap nuk më intereson, as bën me komentu, unë s'du fare me komentu. Mua më intereson pjesa e emrit tim, ku jam unë aty, ç'a lidhje kam unë, ç'a dokumenta, ç'a vërtetimi ka që unë kam pjesë aty, ose ndryshe të më kërkohet falje publike. Më është prekur morali ku nuk mban më, e kanë tepruar ku s'ka më. Jo më vlla se kanë familje dhe unë, që të shqetësohet familja ime se u do me nderja këtyre, për punët e tyre, për audiencat e tyre, qose këta kanë dëshirë të merr me audienca, për ku diun me ndihmua, ku diun mënyrën se si kanë gjërat, është problemi këtyre, unë s'kam pikën e lidhjes, nuk do të merren fare, nuk më takon të merren fare. Unë merrem me pjesën që ka lidhje emrim, ka ardhur mesazh që jam ofenduar unë, që më është thënë, je tutore ti, se tutore e eskortave, ti bashkë me atë Sami e vërci, këtë mesazh një dhe gjithë ato që janë thënë në publik për emrin tim. Këtë dua unë të zbaj. Kjo më intereson. Ose të vërtetohet ose të kërkohet falje. Kaq du në shok. Për të tjerat, s'ma ndi fare. As lekët, as fare, as gjë tjetër më intereson. Sepse kur u bë kjo për emrin tim, asnjëri nuk foli. Asnjëri nuk doli të flasë. Ua kam thënë, kam hyrë vet, i kam dalë zot vetes time dhe do i dalë derisa të vdes. Derisa të vdes. Mund të vdesin për gjysore, mund të vdesin për një ditë, për një muaj, nuk e dim sa na ka shkruajt Zoti jetën apo si na e ka shkruajt librin e jetës. Se kemi den fare, po derisa të vdes, unë gjërat e mia i kam zgjidh vet dhe do t'i zgjidh vet. Se e pash aty asnjëri se secili për territoret e veta. Në luftë për audiencë më shumë, për show. S'kishe pikë lidhje me nesës, prapë se takon me fol për s'mi intereson e pjesë. Nuk e di kush po qeshte o Merita, ç'a lidhje ka qeshte me Samin? Kur? Ç'a lidhje ka për të qeshur? A ka qenë herë tjetër që e kanë futur edhe është intervistuar ç'a është bërë ku di unë? Edhe që po fliste aty që ishte smur. Ç'a më intereson mua, po qeshte apo s'po qeshte? Po s'dua ta di fare. Ideja është si është bërë gjithë kjo më vlla. Sepse po dele po kërkon 450.000 euro aty. Si, pa pasi dokument, si mund të kërkosh valla, si mund të jesh fytyrën? Se unë këtë sari ta kuptoj dot. Të dalu tani se po më vjen njëra, po më shkruan privat, më hajde më ndihmon, duhen 450.000 euro. Se kam të sëmundje. Edhe unë të dal tu tani të kërkoj 450.000 euro se ka sëmundje pa parë dokumenta. Po çka ke budallik, o shok. Po çka ke budallik, valla. Ajo që kam dëgjuar në meme për ty që je tutore. Po për atë pra po flasëm Merita. Për atë jam duke folur. Vetëm për atë po flasëm. Për gjërat e tjera të merren vet. Nëse do merrna, nëse duan ta fshin ta harrojnë është puna e tyre, s'do ta di fare. Unë dua emri im, ku ka qenë, ku është. Nëse këta janë mësuar që të zihen, të shahen, të bëjnë meme, pastaj të bëjnë sikur s'ka ndodhur gjë, është problemi i tyre. Unë nuk e bëj dot atë valla. Unë se bëj dot. Për mua fytyra flen shumë. Honisa. Jo më për zotin thash, as mos ta marri mundimin njeri të më thoj që jo fol, po mos fol për këtë rast, as njeri mos ta marri mundimin, se nuk hap krah, pa dali vërtet kësaj gjë, pa u pastruar emrin. Që të pastrohet të vllasa, unë e di se si njoh, se marr me këtë gjë. Po këta që duan të jetin pezin, ta zbulojnë, ta pastrojnë, derisa të kërkojnë falje. Jo, Anisa, dëgjoj, e shqetësuar do jem derisa t'i vë pikën kësaj gjëje. Edhe unë e kam si zakon që një gjë që e nis e mbaroj.
nuk e lën mes. O, user, nuk dua të vërteta unë, o vlla. Nuk më intereson fare vërteta, më nuk di as të vërtetën. Po e di, më than live, po nuk di unë as të vërtet. As të vërtet nuk di unë o shok. Unë e dua këtu, ka ndot publik e du në publik, që më intereson mu kush e bërë telenovelen. Nuk do ta di fare unë shok. Nuk do ta di fare unë kush e ka bërë telenovelen. Unë dua emrin të dali aty. Unë dua emrin të dali aty. Thash, nëse të tjerët janë mësuar të shajnë të degeneronin është problemi këtyre. Jo mos kam se të pyesun, as njërin as tjetrin, mos përmeni emra. Nuk kam pse të pyesun as njërin as tjetrin, s'do ta di fare. Unë po drejtohem fiks për një ofendim që më ka ardhur mua dhe për fjalët që janë thënë për mua. Kaq. Ç'e lidhje ka? Se do merrem unë tani të kërkoj lek tua, po që budallë fare. Po jo në kërkoni vetë lek tua, bëni çfarë doni. Kur ju hani bar vlini gjum, puna jure pse imi është, se ju marrin ju në përkëmb, çat do e bëj unë vetë se puna juaj, po jo më shok ja. Po jo më shok, ngrini zëri vetë për lekët tua, s'kam punë fare, mos më intereson fare. As për lekët, as për gjë nga këto, çka kanë këta. Më intereson si del situata në fund. Se çka komunikimi është ka njëri tjetri, unë nuk e di, as të njërit, as të tjetrit, as kërkujt. Nuk e di fare unë çka komunikimi është kam. Kushdo që ka komunikimi, ka të vetat i ka personali, unë s'kam djeni nga asnjëra palë. Se çka bën njëri, se çka bën tjetri, se me kë bën. Zero djeni s'kam. Edhe s'dua të kem fare djenin privat. S'dua fare të kem djenin privat. E dua këtu. Është një gjë që është këtu. Më ka ndodhur publik, jam akuzuar në publik, më është drejtuar gishtin në publik. E dua në publik të sqaruar, nuk më duhet privati fare më shoh. Nuk dua fare të merr me privatën. Absolutisht. Çam duhet më private valla. Po jo me jasë se kam ende për humor të shë.